E tani ju sjellim një lajm nga bota. Një balen vrasëse orka ngordhi pas ju afrua Cektinës dhe nuk arriti të dilte në oqean. Balena kishte me vete edhe të voglin e saj dhe e njëjta nuk është larguar nga laguna, e cila rrezikon të përfundoj si ema. Ndërkohë një ekip shpëtimi po përpiqet ta shtyjë dhe ta bashkojë me anëtarët e tjerë të familjes. Ky ekip i shpëtimit ka vetëm rreth 30 minuta kohë në ditë, kur baticat rriten deri në pikën kur orka 2 vjeçare mund të lundrojë për të dalë nga laguna. Një orka mashkull mund të jetë gati 10 metra i gjatë dhe mund të peshojë 10.000 kilogram, ndërsa orkat femra mendohet të jenë deri në 80 vjet ose edhe më shumë.